Sot jemi në një aksion i cili ka nisur në të gjithë territorin e Farkës. Kanë konstatuar një sër palishmërish lidhur me ndërtimet që po zhvillohen në këtë territor. Forcat e shumta të IMT-s dhe policisë bashkiake ndërhyjnë sot në 3 nëntor në një kantier në Fark, ku po ndërtoheshin 7 vila, 2 dhe 3 kaçe me shkelje të lezë ndërtimore. Objekti rezulton të jetë ish deputeti socialist Vladimir Kosta. Në terren u shfaqe ministre e brendshme Albana Kurçiu, kryetari i bashkisë Blendi Sula, drejtori i policisë Ilir Ploda dhe kreu i IMT-s Dallën Dyshe Bici, në një aksion që u prezantua si shembull vendonshmërie kundër ndërtimeve pa leje, ndërkohë ndonse shpesh ndërhyrjet vijnë vetëm kur cënohen interesat politike. Blendi Sula deklaroi se objekti kishte tejkaluar totalisht lejen zhvillimore dhe u bëri thirrje ndërtuese të respektojnë ligjin, duke paralajmëruar masa penale për ata që ndërtojnë pa leje. Në reagimin zyrtar, policia njoftoi se operacioni do të shtrihet edhe në zona të tjera rreth Tiranës, duke hetuar jo vetëm ndërtuesit, por mbikëqyrjen e inspektoratit që ka lejuar shkeljet. Rasti Kostës nuk është i pari. Ai është përfshirë më herët në leje të dyshimta, përfshirë ngritjen e katëve shtesë në Sky Tower me miratimin e Erion Veliajt. Vet Kosta ka dëshmuar dhe në SPAK për aferat e kryebashkiaku dhe bashkëshortes së tij, Ajola Zoza. Fenomeni abis së ministrave të Ramës përsëritet prej vitesh. Ndërtimet të mëdha dalin në pa vetëm pasi janë pothuajse të përfunduara. Në vitin 2022 u zbulua një pallat 9-4 i Julian Morinës tek i qeni Thatë. I ndërtuar pa leje, çka sipas vendës kryeministres Balluku ishte i pashpjegueshëm, ndonse tashmë është provuar se mori dritën jeshile përmes korrupsionit. Ndërkohë historia personale e Kostës shton dyshimet. Ai ka qenë i dënuar për anë mbajtje pa leje dhe nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit, çka solli dhe kërkesën e prokurorisë për heqjen e mandatit të tij si deputet në vitin 2017.